Ura e Bosforit është njëra nga 2 ura që ndodhet në Stamboll dhe bashkon 2 kontinentet, Evropën me Azinë. Ajo u hap në vitin 1973 dhe është 1074 metra e gjatë. Ura e Bosforit, e njohur gjithashtu si ura e parë, është një nga 2 urat e varura që kalojnë Bosforin që lidhin Azinë dhe Evropën. Kryeministri turk Adnan Menderes inicioi ndërtimin e urës në vitin 1960. Por ky proces u ndërprej nga grushti ushtarak i 27 majit të vitit 1960. Ndërtimi filloi përfundimisht në vitin 1970 dhe ura u hap më 30 tetor 1973, duke shënuar 50 vjetorin e themelimit të Republikës. Ndërtuar mbi xhaminë e famshme Hagia Sophia, xhamia e Sultanahmetit është një triumf i mirëfillt i arkitekturës. Njohur gjithashtu si xhamia blu, për shkak të ngjyrës dominuese të ngjyrosjes së pllakave që dekorojnë ambientin e brendshëm. Xhamia e Sultanahmetit është një nga mrekullitë e botës islamike, komisionuar nga Sultani Ahmet i parë, kur ai ishte vetëm 19 vjeç. Kjo xhami u ndërtua midis viteve 1609 dhe 1616.